gjithë ato dhëna që Linda përmendi. Dhe për informacionin tuaj dhe të gjithëve, sepse të gjithë besoj e din, e mbajnë mend që ne jemi sulmuar egërsisht nga Irani në një përpjekje për të na fshirë komplet gjithçka që kemi ndërtuar në këto 10 vjet. Pra për ta bombarduar edhe për ta zgjësuar të gjithë të infrastrukturë. Dhe kemi qenë në fije të perit. Irani nuk është një haker i lehtë, është një nga fuqitë më të mëdha të terrorit digital. E kemi zbrapsur sulmin pa dëme të mëdha dhe duhet ju informoj që vitin e kaluar kemi pasur 42 sulme serioze. Dhe një vit përpara, në 2023, kemi pasur 63 sulme serioze. Ju nuk dini asgjë për këto, askush nuk di asgjë për këto, për një arsye shumë thjeshtë, se sulmet që zbrapsen nuk bëjnë lajm. Por këtu hyn edhe faktori i tretë i këtij revolucioni, që është Accesku, agjencia e re që ne kemi ndërtuar për mbrojtjen kibernetike, dhe në këtë rast nuk është një grua, është një burr në krye, Igli, qëllojnë dhe burrat ndonjëherë që janë të mbar. Igli, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe bashkëpunimi mes Accesut dhe Akshit është absolutisht baza e këtij suksesi, që na ka dhënë mundësinë dhe sot ta themi me plot gojen, që pavarësisht se këtu është diçka më e fshehtë, është diçka më, nuk mund të bëjmë ekspozita me armët që kemi në dispozicion, por mund ta themi me plot gojë që kemi një nga fuqitë mbrojtëse kibernetike më të avancuarat në Europë. Dhe pa kostot marrëmendse të disa më të pasurve që i kanë mundësitë të shpenzojnë më shumë, duke përdorur inteligjencën dhe eksperiencën e njerëzve, talentet shqiptare, që falë edhe shpërblimeve si të tregut që ju kemi vënë dispozicion, i kemi mbledhur në këto 3 kompani, do mbledhim dhe më shumë, dhe realisht asnjëherë mos thuaj kurrë, sepse në ndërkohë edhe forcat malinje përforcohen, sofistikohen, edhe kjo është luftë, është një luftë e përditshme. Këtu flasim për 42 sulme të forta, nuk flasim për ato ngacmimet që janë të përditshme, ose për 63 më parë që kanë qenë pjesa ndërmuese nga njëjti aktor. Por i kemi zbrapsur me shumë sukses dhe askush nuk është dëmtuar, ndërkohë që projekti i shtrirjes së mbrojtjes në sektorin privat vazhdon, dhe unë përfitoj nga rasti i bëj thirrje sektorit privat të mos e nënvlerësojnë rrezikun që vjen nga terroristët digital. Të mos e nënvlerësojnë, kemi ecur shumë mirë me bankat në bashkëpunim edhe duke nxitur në mënyrë të vazhdueshme nga ana jonë, por ka shumë akoma boshllëqe që duhen mbushur me shpejtësi për mos lejuar që armiqt, se janë armiq, çfarë janë, ata që të sulmojnë në këtë farfeje, të gjejnë pikat dobta dhe të godasin duke krijuar dëme që nganjëherë janë pa llogaritshme. Shumë faleminderit edhe një herë të gjithëve, dhe po e mbyll me një falënderim të posaçëm për Katerinën, e cila është këtu. Unë nuk kam qejf t'i falenderoj ambasadorët, me thënë drejtën, se vetëm këtu në Shqipëri falenderojnë ambasadorët, na ka ngelur kjo si. Unë e kam ulur shumë nivelin e falënderimeve, po